Etleva Milla, një ish basketbolliste e Vllaznisë me karrierë të pasur sportive, sapo nderuar nga Federata Shqiptare e Basketbollit, nga presidenti Arni Ponari me një titull minjoje. E kënaqur për vlerësimin? Shumë e kënaqur. Të mendoj që kontributi jem nuk ka qenë modest, por gjithmonë e shoqënuar me shoqe të mira, me sportiste të afta, me trajner të kualifikuar. Kam bënë edhe unë në mesën time për këtë sport. Me majtë ekipin e Vllaznisë në ato nivele ku ka qenë, sepse gjithmonë ka pas ekipe të forta konkurrente. Prandaj jam shumë e kënaqur sot për këtë titull. Në çfarë vitesh përdoret më tepër karriera sportive? Kam filluar që 14 vjeçë me ekipin e trejave dhe fill mas 2 vjeç jam afruar me ekipin e tritonave si lojtare 12, derisa bana moshën dhe kalova me tritonat deri në 93-shin, ku gjithçka ndroi këto vite shumë gjata me kushte që tani din si kanë qenë atëherë, por fal prindve që ne janë përkushtu, na kanë leju më marrë me sportin, na dhamë në mesën tonë. Trajnerët, kolegët, aty Brezi, apo dhe një sukses që keni pasur që mbani mend? Kolege shumë të mira, unë kam pas udhëheqëse Irini Mitkon, Afrodite Arakajn, lojtare të mira, me të dhanë një mesën, me të mësu, me të mbështet. Tani atë pa diskutim unë kam kalu edhe me profesor Vilin, me profesor Vitorin, po profesor Renato e me profesor Mondin ishin që pata periudhën më gjatë me ta. Me profesor Mondin një falënderim të papam. Urime edhe një herë për Faleminderit. titullin suksese.